Qyteti i Pejës ka përjetuar ditë të vështira pas rreshjeve intensive të shiut që kanë përfshirë këtë rajon të Kosovës. Shiu i pandërprerë ka shkaktuar probleme të mëdha me rrjedhjen e ujrave dhe ka çuar në dalje nga shtrati të disa kanaleve të ujrave të shiut. Kjo situatë ka rritur shqetësimin e qytetarëve, por fatmirësisht autoritetet lokale kanë reaguar menjëherë dhe kanë menaxhuar me sukses krizën. Drejtori për mbrojtjen dhe shpëtimin në komunën e Pejës, Gëzim Gashi, në një deklaratë për mediat ka bërë të ditur se pas rreshjeve të forta që përfshin qytetin, disa kanale janë dalë nga shtrati i tyre, duke shkaktuar shqetësime për sigurinë e qytetarëve dhe infrastrukturën. Sipas tij, ky problem është trajtuar me prioritet dhe të gjitha ekipet emergjente janë mobilizuar për të ndërhyrë në terren. Pas rreshjeve intensive që pati qyteti i Pejës, kemi pasur disa kanale që kanë dalë nga shtretëritë e tyre. Ekipet e zjarfikësve, së bashku me operatorët ekonomik dhe të tjerë që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e infrastrukturës, janë mobilizuar menjëherë dhe kanë ndërhyrë për të parandaluar përkeqësimin e situatës, tha Gashi. Ai shtoi se forcat emergjente kanë punuar pa pushim për të stabilizuar situatën dhe për të rikthyer kanalet në shtratin e tyre natyral, çka ka kontribuar në rikthimin e qetësisë dhe normalizimin e situatës. Në përpjekje për të garantuar sigurinë dhe të mirën e qytetarëve, autoritetet lokale kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me qytetarët dhe kanë kërkuar që ata të jenë të kujdesshëm derisa të normalizohen kushtet. Komuna e Pejës ka bërë të ditur se ekipet do të vazhdojnë të qëndrojnë në gatishmëri për çdo emergjencë të mundshme dhe se do të sigurojnë monitorimin e situatës për të parandaluar ndonjë problem të mundshëm. Një nga pikat më të rëndësishme që u theksua nga Gashi është se ndonse rreshjet intensive u shkaktuan shqetësime të mëdha fal koordinimit të shpejtë dhe punës intensive të ekipeve emergjencës, gjendja është stabilizuar dhe kanalet kanë rifituar shtratin e tyre natyral. Shiu është ndalur dhe kanalet kanë hyrë në vendin e vet, theksoi ai duke siguruar qytetarët se nuk ka asnjë rrezik më të madh për jetën dhe pasurinë e tyre. Edhe pse situata është normalizuar, autoritetet kanë bërë apel për kujdes të vazhdueshëm, duke kërkuar qytetarëve të jenë të vëmendshëm dhe të monitorojnë gjendjen e kushteve atmosferike deri në normalizimin e plotë të situatës. Ata gjithashtu kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të ndërmarrin masa preventive për të parandaluar pasiguri të mëtejshme dhe për të siguruar të mos ketë pasojë të tjera nga shiu ose përmbytjet. Komuna e Pejës gjithashtu ka kërkuar që qytetarët të respektojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin lëvizje në zonat e prekura, veçanërisht në ato vendbanime dhe rrugë ku mund të ketë ende prani të ujrave të përmbytura. Përveç kësaj, është theksuar rëndësia e mbajtjes së hapur të kanaleve dhe strukturave të tjera të ujit për të lehtësuar rrjedhën e ujrave të shiut dhe për të parandaluar bllokimin e mundshëm. Në përfundim, autoritetet lokale e kanë quajtur situatën në kontroll dhe kanë falendëruar qytetarët për bashkëpunim dhe durim gjatë periudhës së rreshjeve intensive. Ata kanë siguruar se do të vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe të ndërmarrin veprimet të nevojshme për të siguruar që qyteti të kthehet në kushte normale sa më shpejt e jetë e mundur.